Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, nëse vuani nga këto 3 sëmundje nuk duhet të hani kurrë qep. Edhe pse është një ndër perimet më dobiprurëse për shëndetin, konsumimi i qepës ndërkohë që trajtoheni me medikamente të caktuara mund të krijojë probleme serioze për shëndetin. Këtu ju do të zbuloni se për çfarë bëhet fjalë. Aspirina kundërvepron me qepën. Disa njerëz janë alergjik ndaj qepës dhe aspirina mund të rrisë edhe ndjeshmërinë ndaj qepës edhe në qoftë se ju jeni alergjik ndaj saj. Për të qenë të sigurt, shmangni përdorimin njëkohësisht të tyre. Limoni kundërvepron me qepën. Qepa mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Ilaçet për diabetin përdoren gjithashtu për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Duke konsumuar qep së bashku me ilaçe për diabetin, mund të shkaktojë rënje më shumë se ç'duhet të nivelit të sheqerit në gjak. Monitoroni me kujdes sheqerin në gjak. Mund të jetë e nevojshme që të ndryshoni dozën e ilaçeve për diabetin. Ilaçet që ngadalsojnë mpiksin e gjakut kundërveprojnë me qepën. Qepa mund të ngadalsojë mpiksin e gjakut duke qenë se së bashku me ilaçe ngadalson gjithashtu mpiksin e gjakut dhe mund të rritet rreziku për hemoragji. Disa ilaçe të cilat ngadalsojnë edhe mpiksin e gjakut janë aspirina, ibuprofeni dhe gjithashtu shumë ilaçe të tjera për të cilat ju duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të hiqni dorë prej ilaçeve, por të konsultoheni gjithmonë me mjekun nëse duhet apo jo të konsumoni qep. Qepët kanë shijen e tyre të veçantë dhe për këtë arsye shpesh shohen në pjata dhe mund të përdoren të zjera ose të papërpunuara. Nëse ruhet siç duhet, mund të zjasë me muaj, por është e rëndësishme të dini se mund të bëhet i rrezikshëm për shëndetin në situata të caktuara të cilat paralajmërojnë shkencëtarët. Edhe pse konsiderohet e qëndrueshme dhe afatgjatë, qepët nuk janë imune ndaj dëmtimit. Edhe me kujdes të kujdesshëm, mbirja është e pashmangshme në një moment. Mbirja është një proces natyral jo vetëm për qepët, por edhe për sipërfaqe të tjera si hudhra dhe patatet. Është pjesë e ciklit natyror të jetës së bimëve. Mbirja gjithashtu ndodh kur krijohen kushte për rritjen e bimëve dhe mund të ndodhë edhe pa mbjellë në tokë. Mbajtja e qepëve në një vend të ndritshëm, të ngrohtë dhe të lagësht mund të përshpejtojë procesin e mbirjes, i cili u tregon bimëve se ka ardhur pranvera. Ngrënia e qepëve të mbirë nuk është e dëmshme për sa kohë që ato nuk janë të kalbura apo të buta. Të gjitha pjesët e qepëve të mbirë janë të sigurt për të ngrënë, megjithëse mund të shijojnë të hidhur dhe jo aq të ëmbël sa ato të freskëtat. Megjithatë, shkencëtarët paralajmërojnë se nuk duhet të hani kurrë qelp të kalbura, të buta ose të mykura. Ndërkohë, deri më tani ne folëm se cilat janë rastet kur ju nuk duhet të hani qep, por kjo nuk do të thotë se qepa nuk ka përfitime shëndetësore. Sipas ekspertëve, këto janë gjëra që i ndodhin trupit tuaj nëse hani më shpesh qep. Qepa është një nga elementët bazë për gatim dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Ne këtu do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit nëse hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme që të tingëllojë, studimet kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Qepa gjithashtu ul nivelet e kolesterolit dhe mban zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta në vetitë e saj antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq, i cili është i pranishëm në trupin tuaj.
Një niveli ullët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa gjithashtu stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja duke e bërë akoma dhe më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa gjithashtu zvogëlon edhe dëmtimin e qelizave dhe nga ana tjetër rrit antioksidantët. Sipas ekspertëve, qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve të cilët janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por njëkohësisht ato gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepët gjithashtu përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Sipas ekspertëve, qepët kanë vlera fantastike për shëndetin, duke qenë se ato vrasin bakteret e këqija, të cilat janë të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj dhe nga ana tjetër duhet të dini se ato përmbajnë quercetin, një substancë e cila lufton kataraktin dhe i mban në sytë tuaj më të sigurt. Qepa ju ndihmon që të flini sa më mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorados gjithashtu kanë treguar se konsumimi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat nga ana tjetër promovojnë shëndetin e mirë të zorrëve dhe gjithashtu lehtësojnë edhe stresin. Ndërkohë nga ana tjetër qepa lufton plakjen dhe përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, C dhe E, qepët mund t'ju ndihmojnë që ju të arrini lëkurën tuaj të përsosur me shkëlqimin që ju dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçrat. Ndërkohë, qepa po ashtu sjell mjaft përfitime të mëdha duke bërë tretjen tuaj edhe më të lehtë. Qepët janë plot me fibra të cilat përshpejtojnë tretjen e duhur dhe përveç kësaj, ai gjithashtu rrit edhe prodhimin e baktereve të mira në zorr, duke e bërë më të lehtë procesin. Ato mund të zvogëlojnë gjithashtu shkatërimin e qelizave dhe të nxisin antioksidantët. Qepa mund të ndihmojë gjithashtu me gjumin. Ullumtimet e kryera kanë treguar se ngrënia e qepëve mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorrëve dhe lehtësojnë stresin. Ato mund të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën tuaj. E pasur me vitamina A, C dhe E, qepa mund t'i jap lëkurës tuaj një shkëlqim natyral. Ato gjithashtu zvogëlojnë aknet dhe sipas një studimi, aplikimi i një xheli të nxjerrë nga qepa në plagët tuaja mund t'i shërojë ato. Mirë po duhet të dini se qepa gjithashtu do të përmirësojë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Sigurisht qepët ndihmojnë edhe në rritjen e fertilitetit. Qepët ndihmojnë sinuset, parandalojnë depresionin dhe përmirësojnë humorin. Përtypja e qepëve të pagatuara ndihmon për të mos prishur dhëmbët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!